Cila është dituria e dobishme për robin? Ajo që është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ajo që vjen, do të thonë, çka është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Është transmetuar Kurani dhe është transmetuar Suneti, hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është dituria e cila në vetvete është e dobishme. Dhe kësaj diturie i shoqërohet kuptimi dhe shpjegimi i sahabeve, sepse ata kanë jetuar gjatë zbritjes së kësaj diturie dhe ata i ka mësuar mësuesi më i mirë i njerëzimit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ka thënë Imam Ibn al-Qayyim, el-ilmu qala Allahu wa qala ar-rasulu wa qala rasuluhu wa qala as-sahabatu hum ulul irfani. Do të thonë dituria është, ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë thënë sahabët, sepse ata janë njerëz të njohjes dhe diturisë. Kurse dhe nuk është dituri, do të thënë vetëm ti përplasësh fjalët e filanit, do të thënë mendimet e kështu me radhë, ka thënë Imam Ibn Qayyim, ajo nuk është dituri, edhe pse njerëzit e quajnë, pra ti mësojnë mendimet e filozofëve, mendimet e kelamistëve, mendimet e lloj-llojshme të njerëzve që nuk bazohen Kur'an dhe Sunet e kështu me radhë, e quajnë dituri, por ajo nuk është. Pra e kuptojmë cila është dituri dhe është e dobishme në vetvete. Pastaj që kjo dituri të jetë e dobishme për robin, duhet të veprojë sipas saj. Atëherë, do të thonë, pra Kurani që është dituria e dobishme, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose është për ty ose është kundër teje. Do të thonë mund të jetë tani kjo dituria e dobishme, mund për atë personin individualisht të jetë e dobishme për ta, të sjell dobi, ose mund të jetë e dëmshme. Do të thonë kur e mëson dhe nuk vepron sipas saj, ose nuk e ruan mirë diturinë. Dhe për këtë shkak, do të thënë, kërkohet prej Allahut subhanahu wa taala që atë të cilën ne ka mësuar deri tani të jetë e dobishme. Dhe gjithashtu në të ardhmen të na mësoj dituri të dobishme. Do të thënë dituri të cilat na bëjnë dobi dhe të na shtoj vazhdimisht atë dituri që na sjell dobi në dunja dhe në ahiret.